Zoti Merkoçi, për këto lëvizjen e Salianit bashkë me këta të më të votuarit, si e ke parë? Nuk janë më të votuar tjerë. Duhet ta kuptojmë se si bëhet votimi në Partinë Demokratike ne e dim shumë mirë. E kemi prekur, e shohim, e dim, kemi njerëz. Unë personalisht e kam provuar dhe vetë. Në primare pasi si votimi aty tila kohë. Dhe zgjedhjet e fundit treguan se si vjedhen votat brenda njëri tjetrit. Ajo që unë pata deklaru në primare u vërtetu të paktën u vërtetu në zgjedhjet e fundit, jo se herët e tjera nuk u vërtetu, po kësaj radhe u bë dhe publike sepse u hapën kutitë, dolën se si edhe njëri tjetrit ja marrin votat brenda partisë dhe ti kur nuk e ke garantuar votën brenda partisë, vot lirë me tek qytetarët apo i thuash kundërshtarit për vot lirë, kur ti brenda partisë nuk e ke këtë lloj vote. Kështu që këta persona nuk janë më të votuar, hiqen nga mendja. Nëse këta dan absolutisht edhe nuk i jep vota absolutisht asnjëri, qoftë edhe Ali Mehmetit, të cilit unë ja kam thënë edhe kur ishim primare, ja kam deklaruar, kam thënë që nuk është mjeku mirë, po në politikë është zero absolut. Kështu që nuk janë këta. Pse është zero absolut? Se nuk ka bërë dot një lëvizje, nuk e ka bërë. Ajo që ju thash më shpara. Ali Mehmeti për shembull është antar kryetari i Këshillit të Opozitën, dhe Ali Mehmeti nuk ka guxuar një herë vetëm të marrë një copë shkresë dhe drejtohet Këshillit Bashkiak për të hequr titullin non grata Sorosit. Viti që nuk e bën dot, nuk ka këmbër, sepse duhet të marrë lejet e Berisha. Duhet i thot Berisha. Kur ti thot Berisha, atëherë do ta bëj. Kush është tjetër që të them unë që ka vetë Saliani të javë Saliani për të bërë politikë. Saliani nuk bën politikë. Kuptojmë drejt. Ta lavologjit e Sorosit unë nuk e haj, nuk i pranoj. Dhe këta nuk kanë ndonjë kaos. Nuk kanë ngritur këta ndonjë kaos, nuk kanë ndonjë alternativë. Këta janë sa hanë pirë, si i shkojnë këte i herë, shkojnë ande një atë. Qatë thot Berisha? A e thot duhet ndryshu partia, po si? Ma thuaj si. Sepse duhet keshim platformë. Një e parë. Dhe e dyta, ajo që unë e thash para 3 ditësh një mision tjetër. Zotëri, këta janë antarë të Këshillit Kombëtar, këta janë antarë të kryesisë. Saliani është antar kryesisë në vetë. Mos gabofsha. Po të paktën minimalisht janë antarë të Këshillit Kombëtar. Tashi, nëse ti je ky grupim në Këshill Kombëtar, këto do t'i ngresh në Këshill Kombëtar. Mbi bazën e një platforme, përplasësh mendimet aty, të i japësh alternativën aty, nuk ka pse del kafeve dhe rrugëve. Qa, guerile jetë botani. Se kjo duket si luftë guerile, pra nuk i shpëtojnë do të majtës. Mentaliteti të majtës mbetet prap. Luftë guerile. Hajde të mlidhet të rrim, e kuptot të fshehur, konspirativ, mos na shohin, mos na bëjnë, mos na këtë, pse? A ke dalë përpara? A do të bësh një lëvizje? Lëvizja bëhet përpara. Kur kam bërë lëvizje për shembull për fraksionet në partion e kemi bërë hapur. Pavarësisht se këta se pranun se bënë probleme tjetër. Nuk duan ta zbatojnë statutin, mos e bëra hapur. Nuk e bëra mçeftas, nuk mblodha njëri mçeftas. Nësa kjo e mbledhur e fshetas, një e para, dhe e dyta, deklarimi më të votuarit. Ku janë më të votuar këta? Ku? Në primare si e dim se si u votun? Ku? Në zgjedhjet parlamentare, se mori Ali Mehmeti 20.000 vota, po s'kishte njëri tjetër në fushë. Ali Mehmeti dhe Tabaku ishin. S'kishte njëri tjetër. Të tjerët nuk ishin qytetarë të Tiranës, si të merreshin votat e Tiranësve. Flasim drejt. Nëse duan të flasim. Kush është më i votuar? Më thonë kush është më i votuar? Le të dalin në treg dhe ta provojnë. Po ta heqin siglën e PD-s dhe dalin dhe të votojnë. A marrin vota? Absolutisht jo. Po me siglën e PD-s gjithkush merr vota. Dihet ajo punë. Tek e fundit Partia Demokratike është partia më e madhe opozitare, kështu që ka vota në Tiranë. Apo në çdo rreth. Ndoshta për sa i përket brenda partisë, pastaj ne i dim se si luajnë kulisat brenda partisë.
Kulisat brenda partisë ne dim se si luan. 35 vjet që e shohim këtë lloj situate. Nuk është e sotshme. Dhe këta po të ishin burra, le të dilshin aty në këshill kombëtar, të ishin platforme dhe urdhërojnë. Por plasëshin aty, nuk ka pse bën kështu. Dhe nuk i bën përshtypje se që asnjë nga deputetët nuk qeka me grupin e këtyre. Ta gjitha tërmbetësit, ta që ngelen pa poste. Këta tani po vjen prilli, më duket e kanë, nuk e di se kur e kanë, mos gabofsha, po më duket nga prilli, më duket kanë zgjedhjen e kryetarit. Dhe këta tash përgatiten për të futur në garë, për të marrë poste. Nuk futen në garë as për ideal, as për koncept, as për me alternativë, as me ndaj kauzë. Kanë ngel që ajo duhet të themelu, si ka ardhur Ali Mehmeti më PD? Tregoni pak si ka ardhur Ali Mehmeti, si ka ardhur Saliani. Mbi bazë kontributeve? Absolutisht asnjë lloj kontributi s'kam PD. Në politikë kam gjithmonë, mos keq kuptohemi. Asnjë lloj kontributi s'kam. Çfarë frymë kanë sjellën PD? Asnjë frymë s'kan sjellë. Çfarë alternative kanë hedhur deri më sot? Absolutisht asnjë. Kush është kauza që kanë ngjitur? Kë kauzë kanë mbështetur, kanë përkrahur asnjë. Vetëm ato që ka thënë Berisha. Kaq. Kështu që këto nuk sjellin në një të re. Janë bërë shumë, gjatë 35 vjetë kemi pas shumë grupe që kanë dalë. E gjitha kanë dështu. O duk në fillim sikur kanë bërë namin, po se kanë dështu. Pse gjithi kanë bërë në këtë lloj forme, në qeftas. Nuk bëhet jo jam qeftas, në parti flitet të hapët. Por, kemi atë pjesën tjetër që do më përjashtojnë, nuk do më japin më post, nuk do post, nga kjo post do më heqin, do më bëjnë, se kështu është ajo parti, pra ne po të them. Tu në parti, unë një, kam thënë që parti, as jatë, dhe këtë e vërteton vetë partia, nuk është se po e them unë, ditës vërtetohet. Njerëzit po e shohin, nuk është partia djathtë. Nuk ekziston në një parti djathtë koncepti i përjashtimit. Hajde të përshkatoj se doli kundra një njeri, tha një të vërtet apo tha një gjë që ashtu e mendon. Ti si politikan debato dhe vërtetohet të kundërtën e asaj. E kundërt e asaj vërtetohet me alternativë. Nuk vërtetohet të kundërta me përjashtim. Shisë që e këti, po pse çaj ke partia nuk o private. Këta e kanë këthy parti private. Nuk është partia private. Partia është e hapë. E si e hapë ke partin tjetër kur ti përjashton njerëzit? Se janë kontradiktor me atë që thonë dhe me atë që deklarojnë. Mbyllen brenda vetvetes, lavdërojnë njëri tjetrin, kush lavdëroj më tepër Berishën, edhe këta e quajnë politik, këta e quajnë parti demokratike dhe këtu quajnë të djathtë këta. Se këta dhe emrojnë, i herë quajnë të djathtë, që herë quajnë konservator. Thot Berisha do bëjmë parti konservator, gjithë fillun jemi konservator. Tha Berisha jemi djathtë, thanë gjithë djathtë. Del Berisha jemi të qendrës. Është Ali Zoti i pari që ka deklaruar publikisht dhe ka thënë, unë rrjedh nga familje e djathtë, veti përkas qendrës. Pik maroj. Qa ti themun tjetër? Ti themun të ashim me zor që je i djathtë, kur ai e deklaro vetë. Ska. Marrin edhe postin e deputetit, i lëpihen aty, janë lëpirë gjithmonë. Janë lëpi, me plot kuptimin e fjalës. Me servilizëm e kanë marrë, gjithë ata postet, aty i kanë me servilizëm, nuk i kanë me kontribut, nuk i kanë se janë të djathtë. Pra ne partia rrëshket në këtë lloj forme. Dhe mu më vjen keq kur flas për PD-n, jo vetëm se jam themeluesi i saj. Se me 8 vjetor asnjë s'ka qenë, Adnati asnjë s'ka qenë nga këta aty më. Leti se që prallisin këta. E falsifikojnë. Me 8 vjetor s'ka qenë asnjë që është aty, s'ka qenë natën e 8 vjetor ku kena nis revolta. Po tash si drejtë e mori erdhë si erdhë, po të paktën mos më sill si mos nxjerr në shpreh. Bonit paktën, tregonit, po gjithë që kanë marrë sa marrin rrogën,
fusin atë kartonin xhep, do të jam politikan. Po që politikan e ti? Ku e gjete politikanin ti? S'kam pa i shkrim tatin, s'kam pa një alternativ tatin, s'kam pa një kaos tatin, s'kam pa një mbështetje që ti ke bërë diçka e. Si e politikan? Politikan me bo pazar. Kështu që unë e shoh në degradim. Unë personalisht, pavarësisht unë jam jashtë tyne dhe unë kam kërkuar që Partia Demokratike, nëse do të kthehet te Partia e Djathtë, të bëjë një kuvend. Gjithë përfshirës, por jo me këta servila. Me njerëz që kanë kontribu, ka sa dush, njerëz që kanë kontribu, njerëz që kanë dinjitet. Njerëz që u dhimbën si Shqipëria, jo partia, po Shqipëria. Dhe të bëjë një Parti Demokratike të djathtë. Nuk duan ta bëjnë. Nuk e përkrajnë këtë lloj alternative. Pse? Se e din shumë mirë se po e erdhën njerëz të cilët kanë kontribuar, të cilët kanë vlera, automatikisht do hiqin këta. Dhe këta duan të ruajnë atë karrikin e tyre. Janë politikan rrogtarësh, nuk bëhet me rrogtar gjëja. Nuk ndërtohet e djathta me rrogtar. Hiqeni nga mendja. Janë rrogtarë gjithë. Ta duan marrin, bëjnë shirit i pasurohen kur janë opozitë. Pa le, e djathtë. Si janë djathtë. Drejt do të përjashtoj. E ti themu një djathtë ti, kur përjashton antarin e partisë, si them do t'i djathtë. Zoti Markoçi ka pasur një video ku duket shfaqet Flamur Noka duke debatuar me një simpatizant e Partisë Demokratike në Kamzë, e ndërkohë më pas ajo ka deklaruar se ajo është përjashtuar. A ka demokraci realisht në Partinë Demokratike? Ka demokraci, tash unë nuk mund të them ka demokraci apo s'ka demokraci kur unë kam bërë një deklaratë mes demokratike. Kur u votuan primaret e para dhe tash këtu komandon Sorosi. Tash që komandoj Sorosi dhe temi që ka demokraci unë nuk e pranoj, nuk mund ta them. Por kryesorja është që për sa kohë ekziston ligji i përjashtimit, pra përjashtohet një njeri, ti e vetë shpall veten vetë si një parti autokrate, jo Parti Demokratike. Tek e djathta nuk ekziston kjo përjashtimi, nuk ka përjashtim. Te djathta nuk janë përjashtime. Prandaj ajo parti nuk u bë kurrë djathtë, konservatorë jo, pikërisht sepse munguan fraksionet. Nëse do kishte fraksione brenda partisë, ashtu siç unë kam kërkuar me vime dhe arritën ta fusin në statut realisht, dhe po të shifni në statutin e Partisë Demokratike thotë janë fraksionet. Por fraksionet aty nuk janë pranuar kurrë dhe nuk pranohen fraksionet. Dhe fraksionet janë ato që lejojnë mendimin e lirë, japin përballjen e alternativave, por edhe kritika bëhet brenda dhe ajo që është kryesore, pastaj që fraksionet kanë ato pozicionet e veta, kanë antarësinë e vet, por kjo nuk do të thotë se partia është e përçarë, se këta e kujtojnë sikur partia përçahet me fraksione. Përkundërzi, ndodh ajo që në parti pastaj nuk ka më përjashtime, se ky përket një fraksioni apo nuk i pëlqen ky fraksion dhe kalon në fraksionin tjetër. Kështu që duke mos qenë një parti e djathtë do ndodhin këto lloj përjashtimet, përsa e përket Flamur Nokës. Flamur Noka nuk e ka nivelin apo intelektin për të drejtuar atë partia për të mbajtur atë lloj pozicioni. Gjithsesi është drejt e tyre ta zgjedhin, por në opinionin publik mund të them se janë emrat të cilët janë kryesia apo emrat të cilët janë zgjedhur edhe deputet janë emra të dëshirueshëm për opinionin publik edhe për vetë votuesin. Aq sa janë të padëshirueshëm edhe tek antarësia e partisë, por të cilët janë të trishtuar thjesht nga emri i Sali Berishës, asgjë, jo nga emri Flamur Nokës, apo i Albana Vokshit, apo i Bylik Bashit, apo ku di unë kush janë aty, domethënë Boça e Moça janë aty, nuk janë në tryshtinë e tyre, janë në tryshtinë e emrit të Sali Berishës, sepse kanë 35 vjet që janë me të, i kanë shërbyer aty, i kanë besuar aty dhe e kanë vështirë domethënë të dalin hapur, si duket sikur dalin kundër tij. Por ky rast, megjithëse duket rast i fragmentuar, është rast i cili ndodh çdo ditë tek Partia Demokratike.
kritika aty nuk pranohet, aty pranohet çfarë do thotë Berisha, sepse këta kanë edhe këta deputetët apo anëtarët e kryesisë apo anëtarët e Këshillit Kombëtar nuk janë të aftë të ngrejnë një problem, sepse kur ngrej një problem do ta ngresh mbi bazën e një kauze, mbi bazën e një alternative dhe do japësh dhe zgjidhjen. Se si zgjidhet. Këtë nuk e kanë ta bëjnë dhe këta presin pastaj që çdo gjë ta thot Berisha dhe aty për 35 vjet janë mësuar se çdo gjë duhet ta thot Berisha dhe ajo që thot Berisha është absolute. Dhe ndodhin pastaj këto se vjen një moment pastaj që njerëzit edhe shpërthejnë se duron, mos harroni se kanë 13 vjet që janë në opozitë. Njerëzit edhe e vetmja shpresë është opozita për të rrëzuar qeverinë, por kur e shohin që dhe kjo opozitë nuk është e aftë të prodhojë asgjë, atëherë fillojnë këto kontradikta, fillojnë këto përplasjet, japin ato mendimet e tyre të cilët kanë thjesht karrike, janë rroktar, nuk janë as politikan, asgjë, se një politikan nuk mundet të japë atë lloj përgjigje apo të konfrontohet në atë lloj forme. Një politikan i mirëfill ditë t'japi zgjidhjen e problemit, ditë t'japi edhe përgjigjen se si mund zgjidhet, edhe afrohen njerëzit, edhe pse janë kundra, edhe pse kanë. Prandaj është ajo që Partia Demokratike gjithmonë ka thënë kemi hapur partinë, po asnjëherë nuk ka qenë e hapur. Gjithmonë sa herë ka thënë jemi të hapur, aq më tepër është mbyllur. Sa herë është thënë do hapim partinë atëherë dhe kanë ngelur kjo atyre për 5 vetave që i sorollat dhe i bëjnë amin Berisha, i bëjnë amin edhe kaq. Po nuk ka alternativë, një parti që nuk ka alternativë, ajo që është deklaruar, domethënë, është deklaruar që vetë Berisha e ka deklaruar që ne jemi partia e qendrës, kjo e tregoi dhe pjesëmarrja në internacionalen e partive të qendrës, që u zgjodhe zëvendës president, domethënë kjo partia e qendrës nuk ka lidhje me të fare, se tash ekonomizmi jo. Po nuk ka lidhje me të këta tashmë janë në qendër, janë aty demokratja, po i çojnë deri te socialdemokratja. Nuk shkojnë më tepër se sa aty. Më vjen keq se kur e krijuam atë parti e krijuam si një forcë të djathtë kundërshtaret partisë punë asaj kohë, Partisë Socialiste. Dhe çuditërisht nuk u bë kurrë një parti e djathtë, domethënë gjithë ditës filloi të degradoi në të gjë. Që u rritet kështu edhe një herë përjashtim vetëm pjesë e partive të majta nuk janë në zonin e të djathtës, nuk ekziston përjashtimi nga partia. Pritet që të ketë negociatat, të rinisën negociatat mes Shqipërisë dhe Greqisë për çështjen e detit. Si e shikoni këtë hapje negociatash për një çështje kaq të rëndësishme siç është çështja e detit? E para herë që kur nisin negociatat duhet shpallet një herë kush është grupi negociator. Do të marrin firmat e presidentit, do të thoshte ky kapiteni do firmosë çdo gjë, çonci ka, po paktësisht në mënyrë procedurale do ta bëj. Ne nuk dimë se kush është negociatori i këtij, një e para, dhe e dyta, kur ka qenë çështja e detit, edhe kur e ka ngrit Berisha çështjen e detit në atë kohë, unë kam qenë kundra për të negociuar me Greqinë për sa i përket detit, për të vetëm arsye sepse ne akoma nuk kemi vënë piketat e kufirit toksor tonit. Pra, gjëja e parë është duhet vëmë kufirin toksor tonit. Dhe nuk më futesh negociatat ti pa ditë, prandaj tash kush është negociatori aty, pa ditur ti ku i ke kufi detar, të ato të cilët përcaktohen nga ligjet ndërkombëtare, dhe pastaj të fillosh dhe të negociosh ti për sa i përket detit. Nuk mundesh ti që të vi Greqia dhe ta përcaktoj ty kufirin se ku e do ajo. Se kësaj thonë, të vi Greqia dhe ta përcaktoj ty se ku e do ajo. Vetë Greqia i ka të përcaktuara këto kufi toksor. Dhe kur flas kufi toksor, mos jo territori tokës, por ka një ligj ndërkombëtar ku merret distanca e bregut me ujiti që është kufiri toksor i joti, pastaj fillon me ndërkombëtarët. Ku i kemi ne këto, ne nuk i kemi. Dhe këto nuk i kemi pasur asherë në parë kur e ka bërë Berisha marrëveshjen. Dhe prandaj dolëm ashtu siç dolëm. Tashmë kemi negociata. Unë nuk di që të flas për këtë lloj teme, të paktën minimalisht duhet di kush janë negociatorët mirë.
E para duhet të ketë negociator, të cilët për mua e majta nuk e bën dot. Në favor Shqipërisë flasim gjithmonë. Nuk e bën dot në favor Shqipërisë për një arsye të thjeshtë, me që jemi me 29 dorë sot, po ja u përmend që kur e kishim ne pushtetin në dorë deri në 44-ën, Shqipëria ishte një Shqipëri e madhe, një Shqipëri me çamëri me Maqedoni, me Kosovë, me pjesën e Malit Zi, dhe në 45-ën u bëm kjo Shqipëri që jemi sot duke shkruar territoret. Që unë nuk kam absolutisht asnjë lloj besimi, jo besim, po e kam bindje totale që e majta vetëm shet. Ky po shet me koncesione Shqipërinë, ky po shet me pjesë Shqipërinë. Dhe jo më në kufirin me detin. Në kufirin e detit ne në negociatat që mund të ketë kjo lloj qeverie, ky biçim kryeministri mund të bëj, të jeni të bindur që ne do dalim të humbur. Unë nuk jam për këto lloj negociatash. E para duhet të ketë ca njerëz, siç kanë qenë atë kohë që ngriten atë flamur, duhet të kenë ca burra shteti që ne nuk kemi. Dhe ajo që është më kryesore, ne nuk kemi elitë në Shqipëri. Për sa kohë ne nuk kemi elitë në Shqipëri, nuk mundet dalin ca çapaçul, ca patronazhist e të shkojnë edhe të më flasin mu për territoret e kombit tim. Është mënyrë absolute nuk bëhet kjo. Mos harroni se edhe kur janë caktuar kufit e Shqipërisë, janë caktuar me ndërhyrjen e ndërkombëtarëve. Ka qenë komision ndërkombëtar që ka ardhur dhe ka caktuar kufit. Ka qenë ai projekt Cali që ne kemi kufit e veriut, këto që kemi sot. Dhe duhet ja dim për nder. Ky kom, atij projekt Cali duhet i ngriti lapidar. Jo vetëm që si ngriti, por ja prishi dhe shtëpinë. Sepse kufit e veriut janë fal projekt Calit. Në atë kohë kishte burra, nuk ishte spordhjake si që janë ta që shesin në Shqipëri, për interes të karrikës. Dhe unë, po jo them, nuk mundet kurse si që këta lloj mostrash që kanë shqit Shqipërinë do vejnë kufi me Greqi. Çdo lloj bisede është në favor të Greqisë. Të jeni të bindur që çdo lloj bisedimi, çdo lloj marrëveshje që këta do bëjnë, do jetë në dëm të Shqipërisë dhe në favor të Greqisë.